a'lam. Allah shpëletosh, pyetja tjetër. Selamun alejkum wa rahmatullah, kam një pyetje për hoxhin e nderuar. A është e lejuar për një motër muslimane të lexojë libra MZ dhe të publikojë në një platformë të librave MZ? Sqarim, librat ku i lexon dhe të tjerët i dëgjojnë leximin tënd, në të cilin mund të ketë dëgjues nga të dy gjinit, Allahu i ruaj. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne kemi përmendur në një përgjigje tjetër të mëhershme se përkrahmi mendimin se femra nuk duhet me fol pa qenë nevoja. Thë nuk duhet duhet me rujt zonën e vetëm se kur është nevoja. Për mashkujt e tjerë mos më ndëgju këtë zonë. Kur është nevoja, pastaj me fol pa e dredhu zonën, me fol tamam qysh fol të shtëpia vet, pa u mundu me fol që këna që kish fol me gramatikë, ka shku me po atje, e ka thonë ngushtëllime për ngurtje në babaj tuaj. Pa u mundu me bo kësi farë, inshallah s'ka problem. Por me ngjizu leximet librave, me qitë në hapsina ku ndëgjojnë krejt, të pas ulema e tjerë, unë mendoj se nuk lejohet, vallahu a'lam.